Lufta e dytë botërore përfundoi shumë dekada më parë, por sekretet jashtëzakonshme vazhdojnë të dalin në dritë. Bunker të fshehur, avion të humbur, anije të harruara dhe thesare të varrosura prej kohësh. Ende shfaqen nga shtresat e akullit, ujit, pluhurit dhe mbeturinave. Në disa raste, madje edhe dhoma të mbyllura për breza të tërë zbulojnë përmbajtjen e tyre. Siç ndodhi kur ushtarët hynë dikur në një dhomë të fshehtë dhe zbuluan 8198 shufra ari të grumbulluara brenda. Zbulime të tilla tregojnë se e kaluara nuk mbaron kurrë vërtet. Në këtë video, ne eksplorojmë 20 nga gjetjet më mahnitëse të lidhura me luftën e dytë botërore. Objekte dhe vende që ndryshuan mënyrën se si kuptohet historia. Tanku Panther në Bodrum. Në vitin 2015, autoritetet në qytetin e qetë gjerman, Heikendorf, bën një zbulim të papritur në shtëpinë e një banori të moshuar. I fshehur në Bodrum ndodhi një tank Panther plotësisht funksional nga lufta e dytë botërore, së bashku me një top kundërajror dhe madje edhe një torpido. Për vite me radhë, fqinjët kishin përhapur thashetheme për atë që mund të fshihej nën shtëpi, por pak kush besonte se aty mund të ruaj një tank i vërtet. Nxjerrja e mjetit të blinduar u zhduroa në një operacion të madh. Ushtarët shpenzuan rreth 9 orë për ta vendosur tankun prej 40 tonësh mbi një kamion transporti. Zinxhirët e lëvizjes i ishin hequr, me shumë gjas për ta bërë të mundur kalimin përmes hyrjes së Bodrumit. Sapo doli jashtë, tanku tërhoqi shpejt turma kureshtarësh, të habitur që shihnin një armë kaq të fuqishme, të fshehur në një zonë banimi. Pas kësaj, pasuan probleme ligjore. Pronari u gjobit me një shumë të madhe parash dhe mori një dënim me kusht për shkelje të ligjeve të rrepta gjermane mbi armët. Megjithatë, historianët u mahnitën nga gjendja e mjetit dhe vunë duke se ai mund të restaurohej dhe të ekspozohej në një muze. Ky rast tregoi se disa nga zbulimet më të jashtëzakonshme të luftës së dytë botërore nuk gjenden në fushë beteja të largëta, por të fshehura në shtëpi të zakonshme. Treha e fshehur naziste në mur. Disa zbulime nga lufta e dytë botërore shfaqen në vendet më të papritura, madje edhe brenda shtëpive të zakonshme. Në vitin 2021, pas përmbytjeve në Hagen të Gjermanisë, një pronar shtëpie hoqi panelet e dëmtuara të murit dhe zbuloi një ndarje të fshehtë, të mbushur me objekte nga koha e luftës. Brenda kishte dokumente, maska gazi, shenja naziste, një revole, grushta metalik dhe një gazet nga viti 1945. Mes sendeve u gjet edhe një portret i Adolf Hitlerit, që sugjeronte bindjet e personit që i kishte fshehur. Hetuesit mësuan më vonë se shtëpia kishte shërbyer dikur për organizatën kombëtare socialiste të mirëqenies së popullit, ndërsa forcat aleate përparonin në Gjermani drejt fundit të luftës, shumë njerëz fshehen materiale të ndjeshme për të shmangur kontrollin. Megjithatë, është rrallë të gjendet një koleksion kaq i madh dhe kaq mirë i ruajtur në një vend të vetëm. Çdo objekt ofron një pasqyrë mbi jetën e përditshme dhe propagandën në Gjermaninë naziste. Për të mbrojtur privatësinë dhe për të parandaluar keqpërdorimin, autoritetet kanë mbajtur shumë detaje të fshehta. Por zbulimi tërhoqi shpejt vëmendjen e historianëve, si një tjetër kujtesë se si historia mund të mbetet e fshehur pikërisht nën muret e zakonshme. Giganti i fundosur Musashi. Në luftën e paqësorit, pakanie mund të krahasoheshin me përmasat e luftanies japoneze Musashi. E vënë në shërbim në vitin 1942, ajo i përkiste klasës Yamato, ndër luftaniet më të mëdha dhe më të rënda të ndërtuara ndonjëherë. I ishte armatosur me 9 topa kryesor, me kalibër rreth 460 mm, duke i dhënë fuqi shkatruese të jashtëzakonshme. Megjithatë, në tetor të 1944-s, gjatë betejës së gjirit të Leytes, avionet amerikan kryen sulme ajrore të përsëritura, që më në fund e mposhtën anijen. Gati 1000
nga 2399 antarët e ekuipazhit humbën jetën kur anija u fundos në detin Sibuan. Për më shumë se 70 vjet, vendodhja e saktë të rënojës mbeti e panjohur. Në vitin 2015, një ekspeditë e financuar nga bashkëthemeluesi i Microsoftit, Paul Allen, përdori të dhëna historike dhe teknologji të avancuar sënari për të kërkuar zonën. Ekipi e gjeti rënojën në një thellësi mbi 900 metra. Pamjet video treguan mbetjet e thyera të anijes, me strukturat e saj masive të shtrembëruara dhe të shpërndara në fundin e detit. Zbulimi ishte domethënës, si për historianët, ashtu edhe për familjet e atyre që u humbën, dhe theksoi edhe një herë shkatrimin e madh të luftës detare gjatë luftës së dytë botërore. Bismarcku nën Atlantik. Shumë poshtë sipërfaqes së Atlantikut të Veriut ndodhet rënoja e anijes luftarake gjermane Bismarck. Dikur, një nga luftanijet më të fuqishme të kohës së saj. E nisur në vitin 1939 dhe emëruar sipas Otto von Bismarckut, anija u ndërtua me mbrojtje të trash dhe topa gjigant, të projektuar për të kërcënuar transportin detar të aleatëve. Karriera e saj e shkurtër arriti kulmin dramatik në maj të 1941, kur mori pjesë në një betejë që përfundoi me fundosjen e HMS Hood. Edhe pse Bismarcku arriti të shpëtonte fillimisht, avion të marinës mbretërore britanike i dëmtuan drejtimin, duke lënë të paaftë për manovrim. I rrethuar dhe i sulmuar rënd nga luftanijet britanike, u fundos më 27 maj 1941. Nga më shumë se 2200 antarë ekuipazhi, vetëm 114 mbijetuan. Për shumë vite, vendodhja e saktë të rënojës mbeti e panjohur. Në vitin 1989, oceanografi Robert Ballard, tashmë i famshëm për gjetjen e Titanikut, e lokalizoi anijen të shtrirë rreth 4570 metra nën sipërfaqe. Imazhet treguan se një pjesë e madhe e trupit të anijes ishte ende e paprekur. Ky zbulim e zhderoi Bismarckun në një nga gjetjet më të rëndësishme nënujore të luftës së dytë botërore dhe në një simbol të qëndrueshëm të betejave brutale detare të asaj epoke. Bell P-39 Air Cobra. Në rajonet e largët veriore të Rusisë, në liçene të ngrira dhe pyje të dendur, një koleksion i heshtur avionësh të luftës së dytë botërore ende qëndroni fshehur. Her pas here, këto zona zbulojnë rënoja të ruajtura në mënyrë befasuese, edhe shumë dekada pasi luftimet kanë përfunduar. Në nëntor të vitit 1944, togeri sovjetik Ivan Baranovski po fluturonte me një Bell P-39 Era Cobra, një avion luftarak amerikan i furnizuar Bashkimit Sovjetik përmes programit Lend-Lease. Për arsye që mbeten të paqarta, ai u detyrua të ulej në akullin e një liçeni të largët dhe nuk u kthye më në bazë. Gati 60 vjet më vonë, në korrik të 2004-s, një peshkatar vuri re një pjesë të bishtit të avionit që dilte nga uji. Autoritetet e nxorën shpejt avionin dhe gjetën në gjendje të jashtëzakonshme. Brenda ndodheshin mbetjet e pilotit dhe një ditar mirëmbajtje që kishte mbijetuar në kabinë. Pas ndërimeve të duhura ushtarake, Baranovski u rivarros në alejen e lavdis në Murmansk. Avioni restauruar u transportua më pas nga Rusia në një punisht të restaurimi në West Sussex, Angli, dhe përfundimisht u vendos në ekspozit në Muzeun e Hapësirës Ajrore Niagara në Buffalo, New York. Tragjedia USS Indianapolis. Në korrik të 1945-s, USS Indianapolis përfundoi një mision tepër sekret, duke dorëzuar pjesëkyçe të bombës atomike që më vonë do të përdori mbi Hiroshima. Më pas, ky kryqëzor i klasës Portland u nis nga Guam drejt Filipineve, pa shoqëri mbrojtës. Më 30 korrik, një nëndetëse japoneze e goditi anijen me torpido, duke shkaktuar dëme shkatërruese. Indianapolis
u fundos për vetëm 12 minuta, duke marrë me vete rreth 300 antar ekuipazhi. Rreth 900 të mbijetuar mbetën të notonin në det për 4 ditë. Për shkak të dështimeve serioze në komunikim, operacionet e shpëtimit u vonuan. Shumë marinarë vdishen nga dehidratimi, helmimi nga ujë kripur dhe sulmet e peshkaqenëve. Kur ndihma më në fund bëriti, vetëm 316 burra ishin ende gjallë. Kjo fatkeqësi u bë fundosja më vdekjeprurse e një anije të vetme në historinë e marinës së Shteteve të Bashkuara. Për shumë vite, vendodhja e saktë të rënojës mbeti e panjohur, duke shtuar misterin e tragjedisë. Në vitin 2017, një ekip kërkimor i financuar nga Paul Allen e lokalizoi anijen rreth 5500 metra nën sipërfaqen e detit të Filipineve. Imazhet treguan trupin e dëmtuar, por ende të dallueshëm, duke i kthyer vëmendjen të një nga episodet më të dhimbshme të luftës në det. Plumbi spion në Oxhak. Gjatë një rinovimi shtëpie në Surrey, Angli, një pronar hapi një Oxhak të vjetër dhe zbuloi një gjetje të papritur. Një pëllum të mumifikuar. Edhe më befasuese, ishte një kapsul e vogël e kuqe e lidhur ende në këmbën e zogut, që përmbante një mesazh të koduar, i cili nuk ishte arritur kurrë në destinacionin e tij. Gjatë luftës së dytë botërore, mijëra pëllumba korrier u përdorën për të transportuar informacione jetike përmes territorit armik. Shpesh duke pasur sukses atje ku transmetimet me radio mund të përgjoheshin ose bllokoheshin. Historianët besojnë se ky zog ishte pjesë e një misioni të ekskluzivit të operacioneve speciale, i ngarkuar për të dërguar informacione sekrete nga Europa e pushtuar. Duket se pëllumbi hyri në Oxhak, u mbyt nga tymi ose gazrat dhe ngordhi para se të përfundonte udhëtimin. Mesazhi, i shkruar në letër të brisht dhe i ruajtur për dekada, u dërgua më vonë të specialistët e kodeve në Bletchley Park, qendra e famshme e thyrjes së kodeve gjatë luftës. Deri më sot, përmbajtja e mesazhit nuk është deshifruar plotësisht, por ekspertët vazhdojnë ta studiojnë për të zbuluar ndonjë kuptim të fshehur. Ky zbulim i vogël dhe i heshtur tregon se edhe kafshët luajtën një rol në luftë, shpesh me rrezik të madh. Dhe mbetet një nga gjetjet më të pasakonta të lidhura me inteligjencën e asaj kohe. Rënojat e U-boatëve në Atlantik. Në ndetse gjermane U-boat përbënin një kërcënim serioz për transportin detar të aleatëve gjatë gjithë luftës së dytë botërore, duke lundruar nëpër Atlantik me synimin për të ndërprerë linjat e furnizimit drejt Evropës. Ndonjëherë vepronin në grupe, ndonjëherë vetëm, duke përdorur torpido për të fundosur anije tregtare. Forcat aleate u kundërpërgjigjen me sonar, radar dhe patrulla ajrore më të mira, duke kthyer oqeanin në një përballje të vazhdueshme mes gjuetarëve dhe të gjuajturve. Shumë U-boat u shkatruan përfundimisht nga bombat e thellësisë, sulmet ajrore ose dështimet teknike dhe u fundosën në fund të detit me ekuipazhet e tyre brenda. Për dekada më radh, këto rënoja mbetën të fshehura. Ekspeditat moderne kanë lokalizuar shumë prej tyre, duke ofruar një pamje të ashpër të rreziqeve me të cilat përballeshin në ndetsarët. Një shembull është U-576, e cila u fundos pranë bregut lindor të Shteteve të Bashkuara në vitin 1942 dhe u rizbulua në vitin 2016. Ajo ende qëndron drejt me topin e saj të kuvertës të drejtuar përpara. Sot, arkeologët përdorin mjete të telekomanduara në ujore për të studiuar këto vende dhe për të regjistruar imazhe të detajuara të trupave të dëmtuar. Objektet e gjetura brenda, si pajisjet e ekuipazhit dhe ditarët e lundrimit, ofrojnë një uri të vlefshme mbi jetën e përditshme në këto anije të ngushta. Kërkimi i vazhdueshëm për rënojat e U-boatëve qëndron ndër zbulimet më të rëndësishme të arkeologjisë së luftës së dytë botërore, duke lidhur historinë e shkruar me mbetjet e heshtura në fund të oqeanit. Shenjat e neutralitetit të Irlandës. Gjatë luftës së dytë botërore, Irlanda u shpall neutrale,
por kjo nuk garantoi siguri nga bombat e humbura ose avionit që fluturonin mbi të. Për ta bërë të qartë pozicionin e saj, qeveria irlandeze krijoi shenja të mëdha prej guri që formonin fjalën Eire, emri irlandez i vendit përgjatë Bregdetit. Çdo grup shkronjash kishte një gjerësi deri në rreth 12 metra dhe ishte lyer me të bardhë për t'u dalluar nga ajri. Qëllimi ishte t'u tregonte pilotëve se po fluturonin mbi territor neutral. Në vitin 2018, pasi zjarret në Pyje përfshin pjesë të qarkut Wicklow, një nga këto shenja u bë sërish e dukshme. Bimësia e dendur e kishte fshehur për vite me radhë, por vrojtimet ajrore vënë re konturet e zbeta në një shpat kodre. Studiuesit më vonë konfirmuan se ishte numri 8 në një seri pikash vrojtimi që dikur ishte montuar vazhdimisht. Këta shënues të mëdhenj ndihmuan si pilotët aleat, ashtu edhe ata të boshtit të dallonin hapësirën ajrore irlandeze. Ndërsa disa janë zhdukur me kalimin e kohës, të tjerë ende rizbulohen her pas here nga alpinist ose gjatë matjeve të terrenit. Ato mbeten kujtime të heshtura të përpjekjeve të një kombi të vogël për të mbrojtur gjatë një konflikti global. Streha e fundit e Hitlerit, bunkeri i Führerit. Në qendrën e Berlinit ndodhen mbetjet e bunkerit të Führerit, një kompleks nëntoksor që u ndërtua fillimisht në vitin 1936 dhe u zgjerua gjatë luftës së dytë botërore. Ai u bë qendra e fundit e komandës së udhëheqjes naziste, ndërsa forcat sovjetike po afroheshin drejt qytetit në prill të vitit 1945. Brenda këtyre dhomave prej betonit të përforcuar, të mbrojtura nga shtresa të trasha dheu dhe çeliku, Hitleri zhvilloi takime të tensionuara. Debatonte për situatën që po shembej dhe përfundimisht i dha fund jetës së tij së bashku me Eva Braun. Pas luftës, forcat sovjetike e zbuluan bunkerin, por mbajtën të fshehta shumë detaje, gjë që çoi në dekada spekulimesh. Më vonë, autoritetet e Gjermanisë Lindore u përpoqën ta shkatronin vendin, por struktura doli shumë e fortë për të zhdukur plotësisht. Me kalimin e kohës, mbetjet u harruan kryesisht dhe u mbuluan nga ndërtimet e reja. Në vitet 1980 filluan gërmime më të detajuara. Historianët gjetën fragmente si sende personale, dokumente zyrtare dhe tabela nga korridoret e bunkerit. Këto gjetje ofruan një huri të reja mbi ditët e fundit të Rajhut të Tretë. Sot, pjesa më e madhe e vendit mbetet e mbyllur. Një pllakë e vogël shënon vendodhjen e përafërt, por nuk ka asnjë monument të madh. Ai mbetet një nga reliket më tronditëse të kapitullit të fundit të luftës. Ghost Army. Lufta e dytë botërore pa krijimin e shumë njësive të specializuara, por pak prej tyre ishin as të pazakonta sa Ghost Army. Zyrtar ishte njohur si 23rd Headquarters Special Troops. Kjo njësi përbëhej nga artist, inxhinier dhe specialist të zërit, detyra të cilëve ishte të mashtronin forcat armike. Në vend të tankeve të vërteta, ata përdornin kopje të fryra me ajër. Në vend të zjarrit të vërtet të artillerisë, luanin regjistrimet të zhurmave të betejës. Misioni i tyre ishte t'i çorientonin trupat gjermane për madhësinë dhe vendodhjen e forcave aleate. Duke vepruar pranë vijës së frontit, ata ngrinin marshimet e tyre kryesisht natën. Nga ajri, mjetet e rreme dukeshin bindëse, ndërsa mesazhet e radios të planifikuara me kujdes imitonin trafikun e njësive reale. Ndonjëherë, ata lëviznin në zona menjëherë pasi trupat aleate ishin larguar, duke krijuar përshtypjen se forcat të mëdha ishin ende aty. Madje vishnin edhe shenja të njësive të ndryshme për ta bërë mashtrimin më të besueshëm. Këto operacione besohet se shpëtuan shumë jetë duke tërhequr vëmendjen e armikut larg sulmeve të vërteta. Për dekada pas luftës, puna e tyre mbeti e klasifikuar. Vetëm vitet e fundit, historia e plot është bërë e njohur gjerësisht, duke i dhënë Ghost Armyt vendin e saj mes operacioneve më të jashtëzakonshme të fshehta të luftës. USS Yorktown.
ndër aeroplanmbajtëset më të famshme të marinës së Shteteve të Bashkuara, USS Yorktown, luajti një rol të madh në disa nga betejat kyçe të paqësorit. Pasi u dëmtua gjatë betejës së detit Koral në maj të 1942-shit, anija u riparua me shpejtësi dhe u dërgua sërish në luftë për betejën e Midway vetëm disa javë më vonë. Gjatë asaj përballje, avionët amerikan i shkaktuan humbje të rënda flotës japoneze, por vetë Yorktown u godit nga disa torpido të hedhura nga avion dhe nëndetse armike. Më 7 qershor 1942, e dëmtuar rënd dhe anuar, aeroplanmbajtësja u fundos përfundimisht. Edhe pse humbja e saj ishte e madhe, fitoria e përgjithshme në Midway shënoi një kthesë vendimtare në luftën në paqësor. Për shumë vite, vendodhja saktë të Rënojës mbeti e panjohur. Në vitin 1998, një ekspeditë e udhëhequr nga Robert Ballard e gjeti anijen rreth 4.8 kilometra nën sipërfaqe. Pamjet treguan se pjesë të trupit, kuverte e fluturimeve dhe armët kundërajrore ishin ende të dukshme. Brenda, sende të përditshme si gota, takëme dhe pjesë avionësh mbeteshin të shpërndara në përndarje. Rënoja sot qëndron si një dëshmi e heshtur në ujore, në një momenti kritik në historinë detare. Shqiponja për i bronzi e Graf Spee. Në vitin 1939, anija luftarake gjermane, Admiral Graf Spee, u bën një nga simbolet e para të mëdha të luftës detare. Pasi u ndoq nga forcat britanike pranë Rio de la Plata, kapiteni Hans Langsdorff vendosi ta fundos vetanijen në vend që ta linte të binte në duart e armikut. Rënojat u vendosën në ujërat me balt pranë bregut të Uruguayt, ku mbetën për dekada. Në vitin 2006, zhytësit zorën një nga artefaktet më mbreslënse të saj, një shqiponjë gjigande prej bronzi, që shtrëngonte një zvastik në kthetrat e saj. Skulptura ishte rreth 1.8 metra e lartë dhe dikur ishte vendosur në pjesën e pasme të anijes, si simbol i fuqisë naziste. Nxjerrja e saj kërkoi një ekip të specializuar që punoi në rrymat të forta dhe me shikueshmëri të dobët. Sapo nxorr në sipërfaqe, artefakti shkaktoi menjëherë polemika. U hap debat publik nëse duhej të ekspozohej, të shkatrohej apo të ndryshojë. Pas mosmarrëveshjeve ligjore, u mor vendimi që metali të shkrihej dhe të ripërdori për një monument kushtuar paqes. Zbulimi i shqiponjës dhe debati që pasoi nxorën në pa pyetjet e vështira morale që lindin kur simbolet e regjimeve shtypëse rikthehen në dritë. Ai mbetet një nga gjetjet më nxitëse për mendim nga lufta e dytë botërore, duke treguar se si e kaluara mund të rishfaqet dhe të sfidojë të tashmen. Milionat e falsifikuara të operacionit Bernhard. Në vitet e fundit të luftës së dytë botërore, Gjermania naziste nisi një operacion sekret me synimin për të dëmtuar ekonominë britanike, duke futur në qarkullim sasi të mëdha kartmonedhash të falsifikuara. Ky plan, i njohur si operacioni Bernhard, u mbështet të falsifikatorë shumë të aftë, shumë prej të cilëve ishin të burgosur, të detyruar të punonin në roje. Ata prodhuan paund britanik aq të saktë sa edhe ekspertët e kishin të vështirë t'i dallonin nga parat e vërteta. Vlerësohet se u shtypën më shumë se 130 milion në para të rreme, një shumë e mjaftueshme për të shkaktuar tronditje serioze ekonomike, po të ishte hedhur plotësisht në qarkullim. Ndërsa forcat aleate përparonin, zyrtarët gjerman vendosën ta fshehin ose ta shkatrojnë provën. Sasi të mëdha të këtyre kartmonedhave u paketuan në arka dhe u hodhën në liçene austriake, ku duhet të mbeteshin për gjithmonë. Me kalimin e kohës, një pjesë e këtyre parave u rikuperua nga zhytës dhe kërkues thesari, duke konfirmuar për masat e vërteta të operacionit. Sot, operacioni Bernhard kujtohet si një nga shembujt më të guzimshëm të luftës ekonomike në histori, dhe çdo kartmonedhe gjetur shërben si kujtesë e një plani që ishte shumë pranë të kishte pasoja të mëdha. Dauntlessi i liçenit Michigan. Douglas SBD Dauntless ishte një nga bombarduesit zhytës
më të rëndësishëm të përdorur nga Marina e Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore, i njohur për saktësinë e tij në sulmet kundër anijeve armike. Ai luajti një rol të madh në betejë si ajo e Midway, ku ndihmoi në ndryshimin e rrjedhës së luftës në paqësor. Megjithatë, jo të gjithë këta avion arritën në zonat e luftimit. Shumë prej tyre përfunduan në fund të liçenit Michigan, ku Marina zhvillon të stërvitje për ulje dhe ngritje nga aeroplan mbajtëset. Gjatë viteve 1940, pilotët praktikonin në anije me avull të përshtatura që shërbenin si aeroplan mbajtëse stërvitore në liçen. Aksidentet ishin të shpeshta. Disa avion rrëshisnin nga kuverta ose nuk arrinin të fitonin lartësinë e nevojshme dhe përplaseshin në ujë. Për dekada me radhë, këta avion betën të zhitur, ndërsa vendodhjet e tyre regjistroheshin gradualisht nga zhytës dhe studiues. Në vitet e fundit, disa avion Dauntless janë nxjerrë në sipërfaqe. Një avion, i ngritur nga një thellësi rreth 30 metra, u gjet në gjendje çuditërisht të mirë, edhe pse i mbuluar me midhje zebra. Ekipet e restaurimit po i pastrojnë dhe riparojnë me kujdes këta avion, duke i afruar gjithnjë më shumë me pamjen e tyre origjinale. Çdo rikuperim lidh vëzhguesit e sotëm me përpjekjet intensive të stërvitjes, që përgatitën pilotët detar për luftë. Rrjeti i bunkerëve sekret të Churchillit. Gjatë luftës së dytë botërore, Winston Churchill autorizoi krijimin e një force sekrete, të njohur si Auxiliary Units. Këta nuk ishin ushtarë të zakonshëm, por civil të trajnuar në sabotazh, zbulim dhe taktika guerile, të përgatitur për të vepruar pas vijave armike nëse Britania do të pushtohej. Më shumë se 500 baza të fshehta nëntoksore u ndërtuan në të gjithë vendin. Këta bunker u vendosën në pyje, fusha dhe zona të largëta, me hyrje të fshehura në ndysheme të rreme ose dyert të kamufluara. Gjithçka rreth këtij projekti u mbajt në sekret të rrept, dhe shumë prej atyre që u përfshin morën detajet me veten në varr. Një pushtim nuk ndodhi kurrë dhe pas luftës, shumica e bunkerëve u mbyllën ose u lanë të shkatroheshin, duke u shirë ngadalë me peizazhin. Dekada më vonë, punimet ndërtimore dhe projektet mjedisore kanë zbuluar her pas here këto vende të harruara. Në vitin 2020, punëtor pyjor në Skoci rizbulua një nga këta bunker, duke rinjallur interesin për këtë kapitull të fshet të planifikimit të luftës. Këto gjetje renditën ndër zbulimet më të jashtëzakonshme të asaj periudhe, duke zbuluar një sistem mbrojtje që u përgatit në heshtje dhe që për fat të mirë nuk u desh kurrë të përdori. Abonohuni në kanalin ton dhe shtypni zilen që të shihni më shumë nga videot e ardhshme. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi herën tjetër. Kamioni gjerman i fundosur. Për vite me radhë, tregimet lokale flisin për një mjet të vjetër që ndodhej në fund të një lumi, por pa kush besonte se ai datonte nga lufta e dytë botërore. Të udhëhequr nga këto rrëfime, zhytësit filluan kërkimet për atë që thuhej se ishte një kamion ushtarak gjerman i humbur pranë fundit të konfliktit. Me kalimin e kohës, niveli më i ulët i ujit e bëri konturin e mjetit paksa të dukshëm gjatë stinëve të thata. Më në fund, një ekip shpëtimi e gjeti dhe e nxorri kamionin e dëmtuar në bregun e lumit. Për habin e tyre, një pjesë e madhe e shasis dhe madje edhe targa origjinale kishin mbetur të paprekura. Studiuesit konfirmuan se mjeti ishte përdorur nga forca gjermane për transportimin e armëve dhe municioneve. Duket se trupat në tërheqje e kishin braktisur në lum, në vend që ta linin të binte në duart e armikut. Edhe pse më i vogël se tanket apo avionët, ky kamion përfaqëson një pjesë të rëndësishme të logjistikës së luftës. Autoritetet e siguruan shpejt zonën për të parandaluar grabitjen e gjetjes dhe filloi puna e konservimit për të stabilizuar metalin e korroduar dhe për të ruajtur atë që kishte mbetur. Ky rikuperim tregon se edhe pajisjet e zakonshme mund të shndërrohen në kapsula të fuqishme kohe kur i zbulohen pas dekadash. Thesari argjend i SS Gersopa.
Në vitin 1941, anija britanike e malrave, SS Gersopa, u nis në lundrim duke transportuar çaj, hekur dhe një ngarkesë të fshehtë argjendi. Gjatë udhëtimit nga India drejt Britanisë, anija u godit nga një nëndetse gjermane U-boat pranë brigjeve të Irlandës. Anija u fundos shpejt, duke dërguar ngarkesën e saj të çmuar në fundin e detit, një thellësi rreth 4.8 kilometra. Për shumë dekada, si vendodhja e saktë të rënojës, ashtu edhe fati i ngarkesës mbetën të pasigurt. Në vitin 2011, një kompani amerikane e eksplorimit detar përdori mjete të avancuara në ujore për ta gjetur anijen. Kamerat zbuluan një pamje mbreslëndse me shufra argjendi të shpërndara mes shelikut të korroduar dhe jetës detare. Me kalimin e kohës, u nxorën më shumë se 1100 shufra, me një peshë totale rreth 48 tonëshe dhe me vlerë 10 miliona. Ky operacion u bën një nga rikuperimet më të thella dhe më të mëdha të metaleve të çmuara të kryera ndonjëherë. Një pjesë e madhe e argjendit u gjet në gjendje çuditërisht të mirë, pavarësisht se kishte qëndruar për dekada në ujë. Ky zbulim tregoi se edhe anijet civile të mallrave shpesh transportonin materiale me rëndësi strategjike gjatë luftës. Rikuperimi ishte një sukses financiar, por edhe një kujtesë se sa shumë sekrete ende prehen në fundin e oqeanit. Varrezat masive të Keitun. Në pranverën e vitit 1940, mira oficer polak, intelektual dhe udhëheqës komunitetësh u zhdukën ndërsa ishin në paraburgimin sovjetik. Fati i tyre u bëri ditur në vitin 1943, kur forca gjermane zbuluan varre masive në pyllin e Keitin pranë Smolenskut. Më shumë se 20.000 trupa u zhvarrosën më pas, shumica me shenja ekzekutimi me armë zjarri. Në atë kohë, Gjermania naziste e përdori zbulimin për qëllime propagandistike, ndërsa përgjegjësia e vërtetë për vrasjet mbeti e fshehur për arsye politike. Pas luftës, Bashkimi Sovjetik mohoi përfshirjen dhe atribui krimin Gjermanisë. Vetëm shumë vite më vonë, kur u hapën arkivat sovjetike, e vërteta u pranua zyrtarisht. Vrasjet ishin kryer nga NKVD-ja, policia sekrete e Stalinit. Për Polonin, ky konfirmim ishte një kujtesë shkatruese e një përpjekje të qëllimshme për të eliminuar një pjesë të madhe të udhëheqjes së vendit. Hetimet të mëtejshme dhe studime dokumentesh në fund të shekullit të 20 ndihmuan në identifikimin e shumë prej viktimave, duke u dhënë familjeve të tyre një farë mbyllje. Masakra Keitën qëndron si një nga krimet më të errta të lidhura me luftën, e rikthyer në vëmendjen e botës përmes një zbulimi të zymt dhe të papritur.